Kryeministri vazhdon me akuzat ndaj gjyqësorit. Kryeprokurori alarmon deputetët për gjendjen në cilën ndodhet prokuroria. Thotë se mungon stafi dhe mjete financiare. Propozimi buxheti për vitin e ardhshëm peshon 374.7 miliard denar. Investimet kapitale janë projektuar në 40.5 miliard denar. Komisioni vërtetoi se 10 pacientë janë operuar nga zemra pa pas nevojë. LSDM-ja kërkon nga Ministri i Shëndetësisë të publikojë emrat e mjekëve dhe klinikave. Prokurorët italianë nisën hetimet për ekspeditat e vrasjeve gjatë rrethimit të Sarajevos, paguanin deri në 100.000 euro për të vrarë një fëmijë bosnjak. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Kristian Mickoski ka vazhduar akuzat kundër prokurorëve dhe Këshillit Gjyqësor, të cilët sipas tij vetëm kërkojnë paga më të larta. Mickoski tha se gjyqësori kërkon buxhet të pavarur, por duhet të jenë të vetëdijshëm se kur ta marrë atë pavarësi financiare, ato do të mbajnë përgjegjësi për çdo denar të shpenzuar nga qytetarët. Ndërkaq kryeprokurori Ljupço Kocevski sot para deputetëve alarmoi për gjendjen në cilën ndodhen prokuroritë. Ai theksoi se mungojnë mjete financiare, por edhe staf në këtë sektor. Vazhdojnë përplasjet deklarative ndërmjet të kryeministrit e Kristian Mickoskit dhe kryeprokurorit të Ljupço Kocevski, ku fjala drejtësi kthehet në betejë mes dy organeve. Mickoski tha se nuk do të komentojë vlerësimet e gjykatësve, por do t'i lërë qytetarët të thonë nëse janë të kënaqur me drejtësinë në vend. Ai tha se gjyqësori kërkon buxhet të pavarur, por duhet të jenë të vetëdijshëm se kur ta marrë atë pavarësi financiare, ata do të mbajnë përgjegjësi për çdo denar të shpenzuar nga qytetarët. Dialog kushto govorat. Gjithçka do ta marrin në muajt e ardhshëm, por vetëm një gjë do të kërkoj: përgjegjësi. Çdo denar para të popullit do të shikojmë si shpenzohet, që të mos ndodhë që një pjesë e tyre të përfundojnë në bankën e të akuzuarve. Kërkojmë pavarësi financiare si në Bashkimin Evropian. Do ta marrin, por të shohim pastaj nëse do të kemi drejtësi. Kryeministri në disa raste ka paralajmëruar një riset të sistemit dhe ndërtimin e një shteti ligjor me gjyqësor të paanshëm. Sipas tij, reformat në gjyqësor kanë të bëjë vetëm me rritjen e pagave. Ndërkaq, kryeprokurori Ljupço Kocevski sot para deputetëve alarmoi për gjendjen në të cilën ndodhen prokuroritë. Ai theksoi se mungojnë mjete financiare, por edhe staf në këtë sektor. Tha se rritja e buxhetit nuk është e nevojshme për rritjen e pagave të prokurorëve publik, por për kryerjen e punës së tyre. Gjithashtu, tregoi se brenda më pak se 2 vitesh, 40 të punësuara janë larguar dhe vendet e tyre nuk janë plotësuar me punonjës të rinj. 2024 godina. Kam obligim t'ju tregoj se gjendja me cilën përpallemi po bëhet alarmante. Edhe këtë vit, përkundër minimumit ligjor prej 0.4% të buxhetit përgjithshëm, propozohet vetëm 0.2% për nevojat e prokurorisë. Në total, shuma është madje më e vogël se në vitin aktual. Kjo është krejtësisht e palogjikshme në kushte kur të gjitha shpenzimet po rriten. Kocevski u ndal edhe tek rezultatet e arritura nga prokurorit. Ai tha se vitin e kaluar, prokurorit kanë zgjidhur rreth 20.000 raste, ndërsa ai tha se po punohet edhe në fazën parahetimore dhe në procedurën gjyqësore. Në këtë kushte, shtoi ai, çdo i punësuar në prokurorinë publike kryen detyrat e të paktën 4 deri në 5 pozicioneve të parapara. Me një njoftim për media, Mickoskit i kanë reaguar edhe nga Këshilli Gjyqësor të Gjykatës Supreme dhe Shoqatës së Gjyqtarëve, të cilët theksojnë se me komentet e tij ai ka kaluar kufit e sjelljes së mirë. Zoti kryeministër, prej një kohe të gjatë komentet tuaja ndaj gjyqtarëve dhe gjyqësorit e kanë kaluar kufirin e sjelljes së mirë dhe janë shndërruar në sulme të paargumentuara dhe të përgjithësuara. Kritika është e mirëpritur vetëm kur jepen vërejtje konkrete dhe propozime të qarta për zgjidhjen e problemeve. Kritika e paargumentuar tregon se nuk ka synim të ndërmerret asgjë për përmirësimin e gjendjes, por fajësia për apatinë e përgjithshme shoqërore hidhet mbi gjyqtarët. Ata shtojnë se me komentet e deritanishme të kryeministrit, ai po e cënon parimin demokratik të barazisë së 3 pushteteve, gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv. Ata theksojnë se pushteti gjyqësor është kategori kushtetuese, ndërsa kushtetuta dhe pavarësia e tij duhet të respektohen. Kryeministri Kristian Mickoski është shumë i rezervuar dhe hermetik kur pyetet për ndryshimet që pritet të ndodhin në poste qeveritare pas zgjedhjeve lokale.
Kryeministri thotë se bisedimet për plotësimin e posteve qeveritare po vazhdojnë dhe se ende nuk ka një vendim konkret. Duke mos harruar të ritheksojë se VMRO DPMN është partia kryesore dhe se vendimi i takon asaj, Mickoski shpreh se nuk mund të ndajë asnjë informacion sepse nuk kanë përfunduar bisedimet. Ndërsa për rinovimet në 4 komunat që rivotimet në fakt që nuk u arrit konsensus, tha se datë më e përshtatshme për votim në Gostivar, Qendër Zhup, Vrapçisht dhe Mavrov Rostush është 11 janari. Qeveria është stabile. Fitoria e brendshme e zgjedhjeve lokale tregoi se kjo qeveri ka mbështetje të qartë dhe të padiskutueshme dhe se shtylla kryesore në qeveri është VMRO DPMN dhe koalicioni që ajo udhëheq. Koha e politikës dhe e bërjes politik ka përfunduar. Ti përveshim mëngët edhe të fillojmë me punë. Na pres shumë punë. Ish kryetari i komunës Sarajt Berim Beçeti ka akuzuar drejt për drejt kryeministrin Mickoski për presion politik ndaj tij pas kallëzimit penal nga policia financiare. Beçeti, i cili është deputet i kuvendit nga radhët e BDI-s, tha se urdhri për këtë ka ardhur nga kryeministri. Për këtë akuzë, gazetarët e kanë pyetur kryeministrin, por ai nuk ka dashur t'i komentojë. Beçeti pretendon se të gjitha procedurat në komunë janë kryer në përputhje me ligjin, pa asnjë dëm financiar dhe pa përfitime personale. Beçeti deklaroi se nuk do t'i nënshtrohet presionit dhe se ky sipas tij është sulm ndaj dinjitetit politik të shqiptarëve. Kjo është vetëm pjesë e një persekutimi të organizuar, të dirigjuar nga qeveria dhe atë drejt për drejt nga kryeministri Christian Mickoski, me qëllim të qartë për të ushtruar presion mbi mua si deputet me qëllim rritjen e shumicës në parlament. Sot u them publikisht atyre se as unë dhe as ndonjë deputet tjetër i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk ka frikë nga këto konstruksione dhe nuk do t'i nënshtrohet presionit nga qeveria. Kallëzimi penal i ngritur nga policia financiare është tërësisht i pabazuar dhe për këtë arsye ne do të ngrem procedura përkatëse kundër drejtorit Slobodan Ivanovski dhe zëvendës drejtorit Ilber Imeri, si dhe 2 personave të tjerë që së bashku si një band e organizuar po implementojnë këtë orkestrim të persekutimit politik. Në kuvend ka nisur debati për propozim buxhetin e vitit 2026. Ardhurat totale në propozim buxhetin për vitin e ardhshëm janë projektuar në 374.7 miliard denar, shpenzimet në 413.9 miliard denar, ndërsa investimet kapitale në 40.5 miliard denar. Ministre e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska tha se buxheti synon rritje ekonomike, përmirësim të standardit jetesës dhe nxitje të investimeve vendore dhe të huaja. Komisioni Parlamentar për Financim dhe Buxhet ka filluar sot debatin për propozim buxhetin për vitin 2026. Të ardhurat totale në propozim buxhetin për vitin e ardhshëm janë projektuar në 374.7 miliard denar, shpenzimet në 413.9 miliard denar, ndërsa investimet kapitale në 40.5 miliard denar ose 650 milion euro. Rritja ekonomike është projektuar në 3.8%, inflacioni në 2.5%, ndërsa deficiti buxhetor në 3.5% të bruto prodhimit vendor. Ministria e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska, duke elaboruar propozimin para komisionit, tha se buxheti synon rritje ekonomike, përmirësim të standardit të jetesës dhe nxitje të investimeve vendore dhe të huaja. Sipas propozimit të buxhetit, në vitin 2026 ekonomia pritet të përshpejtohet me rritje reale të PBB-s prej 3.8% e udhëhequr nga kërkesa e brendshme. Nxitësit kryesor do të jenë investimet bruto si rezultat i zbatimit më intensiv të projekteve infrastrukturore, si dhe investimet në energji, hekurudha, bujqësi, arsim dhe mbrojtje shëndetësore. Konsumi privat projektohet të rritet për 2.6%, konsumi publik do të mbetet i moderuar me rritje prej 1.4% në drejtim të disiplinës fiskale, ndërsa inflacioni do të stabilizohet në rreth 2.5% në kushte çmimesh të qëndrueshme në tregjet ndërkombëtare. Ajo më tek ka shtuar se trendet pozitive do të reflektohen edhe në tregun e punës, ku pritet rritja e punësimit dhe rritja e pagës mesatare neto për 6.5% si rezultat i hapjes së kapaciteteve të reja të prodhimit, zgjerimit të atyre ekzistuese, si dhe masave dhe programeve aktive të punësimit të zbatuara nga qeveria.
Për masa dhe politika aktive të punësimit, të cilat përfshin krijimin e programeve për vende të reja pune, mbështetje për të rinjt, personat me aftësi të veçanta dhe përfituesit e ndihmës minimale të garantuara, janë parashikuar 2.6 miliard denar. Investimet kapitale në vlerë prej 40.2 miliard denarësh përfshin projektet kyçe të transportit, energjetikës, arsimit dhe infrastrukturës shëndetësore. Fokusi i qeverisë është të sigurojë ritëm të përshpejtuar të zbatimit me qëllim modernizimin e vendit dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët dhe ekonominë. Lidhur me Huamarin, ministria theksoi se në vitin 2026 pritet shlyerje në kohë e plotë e detyrimeve me vlerë prej 74.8 miliard denarve, ndërsa politika e ministrisë mbetet menaxhimi i qëndrueshëm i borxhit publik dhe sigurimi i likuiditetit të mjaftueshëm gjatë gjithë vitit. Për financimin e deficitit është planifikuar huazim në tregjet e brendshme dhe të jashtme. Komisioni i Brendshëm për intervenime kardiologjike dhe kardiokirurgjikale ka konstatuar se të 10 pacient pra janë kryer operacione në zemër pa pasur nevojë ose janë preferuar për operacion pa indikacion të duhur. Në total janë dorëzuar 25 dosje mjekësore. 6 prej tyre janë dërguar në Inspektoratin Shëndetësor pasi komisioni nuk ka kompetenca për ato. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, së bashku me anëtarët e Komisionit të Brendshëm për intervenime kardiologjike dhe kardiokirurgjikale, tha se analizat e të dhënave të pacientëve që janë dërguar ose operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shtetërore dhe private në vendin tonë tregojnë se 10 nga 19 operacionet e kryera janë bërë pa nevojë. Siç prisja, komisioni ka ofruar rezultate objektive, të bazuara në procese profesionale, shkencore dhe të pavarura. Detyra e komisionit ishte të analizojë të dhënat e pacientëve që janë dërguar ose janë operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike dhe private në vendin tonë. Komisionit janë dorëzuar gjithsej 25 raste, nga të cilat u konstatua se 6 nga ato raste duhet t'i përcjellen Inspektoratit Shtetëror Sanitar, Shëndetësor, pasi komisioni nuk ka kompetencë për to. Janë analizuar 19 raste dhe nga ato 19 raste, 10 prej tyre komisioni ka konstatuar se operacionet janë kryer pa nevojë ose pacientët janë referuar për operacion pa indikacione të mjaftueshme. Ndërkaq, kryetari i komisionit, Dr. Zharko Hristovski, sqaroi se puna e komisionit është të përcaktuar si analizat të dhënave të pacientëve që janë referuar ose operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private që veprojnë në këtë fushë. Ai shtoi se në këtë fazë fillestare ata analizuan vetëm nevojën për revaskularizim, pra ndërhyrje tek pacientët me sëmundje vaskulare. Ai njofton se do të vijojnë aktivitetet shtesë. Tek 10 pacient, përcaktuam se gjetëm një indikacion tepër të gjerë. Faza e dytë është të hymë në klinika, të kryejmë analiza shtese dhe të miratojmë një strategji të përshtatshme, kur të arrijmë në një vlerësim përfundimtar të secilit rast. Informacioni do të dorëzohet institucioneve kompetente, do të kemi informacion të kufizuar. Ky është informacioni mjaftueshëm për momentin për të vazhduar më tej. Ky është një raport fillestar dhe ai përfundimtar do të vijë pas analizës së plotë. Hristovski shtoi se pas analizimit të dokumentacionit të plotë do të marrin konkluzione prej ku do të dalin hapa strategjik që do të përmirësojnë mbrojtjen shëndetësore për qytetarët e vendit. Ndërkaq, ministri Aliu theksoi se ky është raport preliminar dhe pritet faza e dytë, që do të jetë me 3 ekspertë të jashtëm që më pas përfundimit të analizave nga komisioni, do të japin informacione më të hollësishme me raport final. Sipas Aliut, ky raport do të jetë udhërrofyes për kufizimin e politikave në këtë pjesë të sistemit shëndetësor në vend. LSDM-ja po i kërkon ministrit të Shëndetësisë Azir Aliut që të publikojë emrat personal të mjekëve dhe të institucioneve që hetojnë për përfshirjen në kryerjen e operacioneve të panevojshme ndaj pacientëve. Partia opozitare thekson se çdo vonesë nga ana e ministrit Aliu krijon dyshime për manipulim të versionit final të raportit dhe padrejtësisht i stigmatizon të gjitha institucionet shëndetësore. Partia opozitare LSDM ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve rreth skandalit në kardiokirurgji, ku dyshohet për kryerjen e operacioneve të panevojshme ndaj pacientëve. LSDM ka theksuar se ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, edhe pse ka konstatuar se në 10 raste është bërë fjalë për operacione të panevojshme, ende nuk i ka bërë publik emrat e spitaleve dhe mjekëve që i kanë kryer ato, dhe se kjo është e papranueshme.
Apo i fsheh ministri informacionet qëllimisht për të negociuar apo biseduar me ato që i kanë kryer këto veprime. S'është e mundur të jetë konstatuar që operacionet kanë qenë të panevojshme, ndërsa njëkohësisht raporti të mos jetë përfundimtar. Nëse tashmë është konstatuar, nuk ka asnjë arsye pse mos të bëhet publike gjetjet për të cilat ai vetë thotë se janë të vërtetuara, ndërsa hetimi mund të vazhdojë më tej. LSDM njoftoi se kërkon publikimin urgjent të raportit të deritanishëm dhe gjetjeve të tij. Ata theksojnë se urgjentisht dhe në mënyrë transparente duhet të publikohen klinikat, si dhe të gjithë personat të përfshirë individualisht në procesin e marrjes së vendimeve për operimin e pacientëve. Gjithashtu, LSDM thekson se çdo sjellje ndryshe nga ana e Aliut krijon dyshime për manipulim të versionit final të raportit dhe padrejtësisht i stigmatizon të gjitha institucionet shëndetësore dhe mjekët, në vend që përgjegjësia të vendoset saktësisht aty ku duhet. Shpenzimet për personat me aftësi ndryshe janë rritur për 1.6 herë, ndërsa buxheti për ta është ulur për 126 milion euro. Alishan Suaret nga koalicioni Ndryshojmë tha se gjatë hulumtimeve që kanë bërë, kanë kuptuar se shpenzimi mujor për një familje që ka një antar me aftësi ndryshe është 160.000 denar. Ai shpreson se raporti me hulumtimet do t'i shërbejë Ministrisë së Politikës Sociale, e cila është kompetente në krijimin e politikave sociale. Buxheti për personat me aftësi ndryshe është ulur për 126 milion euro, ndërsa shpenzimet e jetesës së tyre janë shumë fishuar. Alishan Suaret nga koalicioni Ndryshojmë prezantoi raportin e realizuar për kategoritë të ndjeshme të shoqërisë dhe tha se gjatë hulumtimeve që kanë bërë, kanë kuptuar se shpenzimi mujor për një familje që ka një antar me aftësi ndryshe është 160.000 denar. Ky raport nuk është vetëm raport, por është dokument që është punuar nga koalicioni Ndryshojmë edhe nga hulumtimet tona që kemi bërë edhe në një situatë padëshirueshme, sepse konstatuam 1.6 herë më shumë sipas shportës minimale të LSM-s për muajin shtator dhe tetor që është 24.000 denar. Për një familje që ka një antar me aftësi të veçanta është 160.000 denar. Ai shpreson që ky raport i shërbej Ministrisë së Politikës Sociale, e cila është kompetente në krijimin e politikave sociale. Ky raport është punuar me qëllim që të ndihmojë posaçërisht Ministrisë së Politikës Sociale, sepse si koalicion jemi dëshmitar se buxheti është ulur shumë, 26 milion euro për të drejtat sociale. Ky raport shpreh ai do t'i dorëzohet të gjitha institucioneve të sistemit me qëllim që, siç thekson, të krijohen diskutime për këtë çështje. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, persona me aftësi të veçanta janë rreth 5% të popullsisë. Sot u mbajt mbledhja e parë konstituive e Këshillit Trikomunal të komunës së Sarajit në praninë të kryetarit të komunës Muhamet Elmazi dhe këshilltarëve komunal. Kryetari i Këshillit Komunal u zgjodh Ilaz Veseli, i cili ka shërbyer si ushtrues i detyrës së kryetarit të kësaj komune. Ndërkohë në seancën konstituive të Këshillit Komunal të Gostivarit, Valdet Xhaferi u zgjodh kryetar me 13 vota nga 23 se janë gjithsej, të cilat 12 ishin nga AKI dhe 1 nga LSDM. Xhaferi u emërua në krye të Këshillit. AKI falenderoi qytetarët dhe siç tha, zgjedhja e Valdet Xhaferit shënon fillimin e një kapitulli të ri për Gostivarin. Ndosë në zgjedhjet e 19 tetorit nuk u arrit census për komunën e Gostivarit, ky rregull vlen vetëm për kryetarin, jo edhe për Këshillin. Vazhdojmë me lajmet. Prokuroria italiane ka nisur të hetojë dyshimet e kahershme se qytetarë të pasur nga Italia dhe vende tjera europiane kanë marrë pjesë në të ashtu quajturën turizëm të vrasjeve në Sarajevo, në rrethuar nga forcat serbe gjatë viteve të 90-ta. Këta të pasur etiketohen si ekstremistë të djathtë që thuhet se paguanin shumën ekuivalente prej 80.000 deri në 100.000 eurove për të marrë pjesë në vrasjen e civilëve. Në Itali është hapur zyrtarisht hetim për të sqaruar vërtetësinë e një ngjarje të shumë përfolur gjatë luftës së viteve të 90-ta në Bosnjë.
Prokurorët në Itali kanë hapur një hetim për pretendimet se disa shtetas italian kanë udhëtuar në Bosnjë gjatë luftës për t'u bashkuar njësive snajperiste serbe dhe për të qelluar mbi civil, thjesht për argëtim. Hetimi i nisur nga Prokuroria Publike e Milanos fokusohet te individ të përshkruar në mediat italiane si snajper të fundjavës, ekstremistë të djathtë që thuhet se paguanin shumën ekuivalente prej 80.000 deri në 100.000 eurove për të marrë pjesë në ekspeditat e vrasjeve gjatë rrethimit të Sarajevës. Gazeta italiane La Repubblica i përshkruan këta burra si turist lufte radikal të ekstremit të djathtë, të cilët dyshohet se nga qyteti velindor italian i Triestes të premteve në mbrëmje kalonin fundjavën në Sarajev për krah forcave serbe dhe ktheheshin në Itali më pas. Prokurori Alessandro Gobis ka hapur çështjen mbi akuzat e vrasjes së kryer me mizori dhe me keqdashje. Hetimi aktualisht synon të dyshuar të pa-identifikuar. Agjencia italiane ANSA raportoi se ankesa që nxiti hetimin u paraqit nga gazetari dhe autori Ezio Gavazzeni. Ai citoi informacione nga një shkëmbim emailesh në nëntor 2024 me një zyrtar të shërbimit të sigurisë ushtarake të Bosnjës, i cili kishte marrë në pyetje një vullnetar serb të kapur. Gavazzeni tha se të paktën 5 italian nga Milano, Torino dhe Trieste dyshohet të kenë marrë pjesë dhe se njëri prej tyre dyshohet si një pronar klinike estetike. Pretendimet fokusohen në ngjarje gjatë rrethimit 3 vjeçare gjysmë të Sarajevës, në të cilin forcat serbe rrethuan dhe bombarduan kryeqytetin bosnjak që nga prilli i vitit 1992. Ndërkohë, kongresistja amerikane Ana Paulina Luna u zotua se do të hetojë akuzat për turistët snajper dhe se do të provojë të zbulojë nëse ka marrë pjesë ndonjë amerikan në këtë ngjarje morbide. Pagesa e parave për të qelluar civil dhe akoma më keq për të qelluar fëmijë është një nivel i së keqes që vendi ynë nuk mund dhe nuk do ta toleroj, shtoi Luna, një ish antare e forcave ajrore amerikane. Mbi 11.500 civil u vranë, përfshirë 1.601 fëmijë, ndërsa trashëgimia kulturore e Sarajevës dhe infrastruktura posuan dëme të mëdha. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Bashkimi Evropian nuk po e vlerëson progresin e Kosovës në rrugën drejt anëtarësimit në Union. Ajo ka theksuar se Kosova nuk ka flirtuar kurrë me fuqi keqdashëse duke përmendur Kinën, Rusinë dhe Iranin, por se ka qenë gjithmonë pro vlerave evropiane. Osmani ka shtuar se procesi i integrimit për Kosovën ka mbetur i bllokuar, duke theksuar se procesi i bazuar në merita, siç është proklamuar nga BE-ja, nuk po shihet të funksionojë për Kosovën. Vuajtjet e qindra mijëra palestinezëve zhvendosur në rripin e Gazës po përkeqësohen teksa një mot i keq me shi dhe një mas ajri e ftohtë mbritin në territor në agimin e ditës sotme, mes paralajmërimeve për rrezikun e përmbytjeve dhe shembjen e çadrave të dëmtuara dhe qendrave të strehimit. Mbrojtja civile u kërkoi palestinezëve të sigurohen që tendat e tyre të jenë të fiksuara mirë, sidomos në zonat pranë Bregdetit të ekspozuara ndaj errave të forta, si dhe të ndërtojnë barriera me rër për parandaluar depërtimin e ujrave detare në tenda. Izraeli ka vrarë më shumë se 69.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë në Gaza, që nga tetori i 2023 dhe e ka kthyer territorin në gërmadha. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje, gratë.